Rikthehemi prap këtu në studion tonë të mrekullueshme, cila është ngrohur tashmë, sepse të ftuarit tanë fantastik janë këtu me ne, në vënçen tonë, e cila kalojnë gjurmë vënçja, me memet e saj, me... Vjen për herë të parë në studion tonë, Linda Kalemi, një eksperte e komunikimit, një mike e dashur për ne, por nga larg ajo s'është se ka qenë tërkohën këtu, se kush nuk i do të mirët, i marrin vendet e tjera. Po ajo vjen dhe këtu. Të mirët e të mirës, sigurisht, ja të juve. Albano Zhapaj, pedagogu imi preferuar, sociologu imi preferuar, kuqoti imi preferuar, e tjere, që duket me ato veshjen labe, duket si shqipojnë, me thënë çuditërisht, nuk e di pse i shkon kaq shumë. Pse s'ka në një emision këtu? Dhe veshje labe, do vi një kur të bëjmë një revolucion. Në vënçe, se i shkon fix vënçe. Rikthehet pasi mungese të shkurtër, Kaon Seriani, një studiues, filozof i preferuar prej meje, do thonë ju pse e preferon, sepse kur bën librat, nuk i bën për ne, vëlla, i bën për botën. Çu them unë, paktën, mendimin. Dhe Valentina Agalliu, ajo është sharmi gjallë, është një ëmbëlsirë e vërtet, ajo është sheqer pa diabet, është në studion ton, përprohet ndonjëherë, pa ajo do shoh sa gjëra sot që do më çuditësi edhe mua vetë. Nuk i pëlqen, mirë, s'do të bëjmë asnjë. Valentina Agalliu pas një kompliment. Inxhiniere elektrike, edhe me marketing, edhe software. Ka një kompani marketingu. Mirë, po, ka dhe një burr ndër të tjera. Shumë të mirë. Ka shumë të mirë, vërtet. Lumi ju. Do flasim pak për gripin e divorceve. Do me thënë, gripi i divorceve nuk është... Si gripi pulave? Jo, nuk është me sezon, që është vetëm kur është ftohtë, po është gjatë gjithë vitit. Tani, që është kjo virosje e ka mbërthyer shoqërinë shqiptare dhe nuk po e lëshon? Erion, më ndihmon që i kësaj i të zëri. Po, ndihmon, është si fruth. Si fruth. Si fruthi, jo? Fruthi. Po. Qa mendimin danë, Valentina? Faktikisht, divorci nuk është se është në mod, nuk është mod. Kam frikë se është bërë trend. Ja, absolutisht, duhet ta ashtu. A s'do ta themi ne? Ja, nuk duhet i bëj një promocion të tillë. S'kemi pse... Do me thënë, ai po shtohet, as nuk duhet ta dramatizojmë, as nuk mund t'i bëjmë promovim, që të bëhet mod. A ka mundësi që të shpëtohet familja? Ka dhe martesa që nuk janë të shpëtueshme, diskutohet, sepse kur ka abuzim dhe dhunë ti nuk mund ta shpëtosh. Hynë që në martes me idenë që ta kem gruan ke shtëpia, edhe të kem 1, 2, 3, 4, pa problem. Si mund të shpëtohet martesa? Kjo duhet jetë një pakicë dhe mund, sepse asnjë s'martohet për të divorcuar. Njerëzit nuk shkojnë në martesë, ato dasmat e bukura që bëjnë. Se ti mendon se ka burra të cilët nuk mendojnë për shkak të një zgjedhje, jo zgjedhje. Ato dhëndurët e bukura, ato nuset e bukura që shikojnë ca dasmane. Më fal, ata martohen se do divorcohen? Absolutisht, asnjëri s'martohet për të divorcuar. Të gjithë mendojnë që të krijojnë një familje, pastaj është tjetër gjë se sa ti e mirëmban këtë gjë.